Kampionati kombëtar i peshngritjes për të rritur zyrtarizoi edhe 2 kampionët e ekipit të Vllaznis, Antonino Mullisi dhe Sajmir Laxha. Pas sukseseve në kampionatet e moshave me të rinj dhe para të rinj, 2 të rinj të talentuar që stërviten nga trajneri i Vllaznis dhe ekipit kombëtar Artur Laxha tashmë janë lider edhe në kampionatet e të rriturve. Në prononcimin e dhënë për TV1 Channel, trajneri shkodran shpreh i kënaqur për titull kampion të fituar nga 2 sportistët e tij, ndërkohë në vijim flet edhe për garat ndërkombëtare, ku fillimisht 16 vjeçari Mullisi do të konkurrojë në kampionatin botëror që zhvillohet në Peru, si dhe më pas, peshngritësi tjetër Laxha konkuron në Europianin e 23 vjeçarëve. Ky kampionat ishte që të shikojmë sportistat në përgjithësi për ekipin kombëtar ku do zhvillohet kampionati botëror për 17 vjeçarët ku Antonino Mullisi është në 500 më të mirë të botës aktualisht dhe shpresojmë që të hinë për medalje në kampionatin e botëror që do zhvillohet muajin tjetër në Peru. Ndërsa për Sajmir Laxhën ishte një tashmë viti i dytë që del kampion rresh Shqipërisë dhe vitin tjetër po edhe Antonino ishte kampion Shqipërisë. Sajmiri është i gërmulluar bashkë me Antonino në ekipin kombëtar për 23 vjeçar që do zhvillohet kampionati evropian në Shqipëri, ku shpresojmë që me Sajmirin të jena medalist. Pra, të dy sportistat që dolin kampiona Shqipërisë janë pretendenta për aktivitetin botëror që zhvillohet shumë shpejt Antonino dhe për Europianin që do zhvillohet në Shqipëri Sajmiri. Është një rezultat shumë i mirë, shumë premtues, tashmë pasardhësit e Asim Bilinovs, e Faruk Kalleshit, po bahen dhe po zëvendësohen. Pra janë 2 sportista që janë në rrugën e të majve të rekordmendit Asim Bilinova. Vazhdimisht Asimin e kena të pranishëm dhe në palestër.